Përshëndetje të gjithëve. Strategjinë që unë do e shpjegoj në trajnime një vs një online, do e përgatis dhe me video për ata që nuk kanë mundësi të ndjekin, do me thënë, trajnimet për shkak të kohës, punës e tjerë. Normal që kjo strategji është një strategji e cila fillimisht duhet ta dini që është boring, është e mërzitshme, nuk është aq dinamike si të themi, ose aq interesante, nuk është se merret me çifte që janë shumë të do me thënë me çifte që janë shumë të lëvizshme, dhe por përqindjen e saj mujore e nxjerr. Pra, kjo strategji është, do me thënë, fiks pjesa ose i ngjason pjesës të një prone të cilën e ke dhënë me qira dhe i merr një x shumë muaj. Pra, pak a shumë këtë lloj sigurie ka. Pra, gati siguri 100% që ti një përqindje mujore do e nxjerrësh se s'bën me këtë strategji. Dhe kjo mundet të arrihet duke, për shembull, duke marrë një profilm nga 50.000 në 100.000 dollar. Pra, 50.000 deri në 100.000 dollar dhe 2% deri në 4% në muaj. Pra, e gjithë mekanizmi, si të themi, i kësaj strategjie është kjo, që ne do marrim një account, mjafton një account, në qoftë se nuk jemi greedy, do me thënë lakmitar që të kërkojmë shumë e më shumë, mjafton një account, një 2% dhe ky 2%-i, për shembull i 50 mishës është 1.000 dollar në 1.000 dollar në muaj fitim, i cili përkthehet në 800 dollar sepse 20% i mban firma dhe pothuajse neto ngelen në shumë lekësh, ngelen diku te 650.000 lekë. Pra, kjo është minimalja që mund të bëjmë ne. Pra, unë me sa kam parë tregun e punës, shumica e punëve që janë në Shqipëri, janë punë të cilat ofrojnë pagë 700.000 lekëshe, ofrojnë pagë 800.000 lekëshe, ofrojnë pagë 650.000 lekë, kam parë edhe graphic designer që ofrojnë 700.000 lekë rrogë, por me këtë strategji ne thjesht mund t'i kapim ato shumë lehtë. Pra, po marr pjesën e lehtë që është 2%-i. Unë do e kisha, do e mendoja kështu të gjithën. Pra, 2% që është pjesa më e lehtë dhe pjesa më e vështirë është 4%-i. Të cilën 4%-in mund ta bëjmë vetëm në qoftë se ne mundohemi pak, rrezikojmë pak, do me thënë. Pjesa do me thënë, kjo është e gjithë ideja për sa i përket pjesës teorike, por në pjesën e përqindjeve, e fitimit, çfarë duhet të presim nga kjo strategji, e tjerë. Unë do shpjegoj fillimisht pjesën teorike të strategjisë, që do me thënë nuk do shpjegoj
mekanizmin si funksionon, po do shpjegoj pjesën teorike, pra ku ne do bazohemi për këtë strategji dhe mendoj që kjo strategji do ketë më shumë impakt se sa çpati strategjia Attack Fuck, e cila ishte një strategji të them të drejtën që anonte nga pjesa e rrezikshme. Pra, në qoftë se unë nuk i kam vendosur një nuk i kam vendosur një emër kësaj strategjie, po mund t'ja vendosim bashkë emrin, ose mund t'a quajmë thjesht strategjia EE, të cilën do e kuptoni vetë pse po e quaj kështu. Dhe strategjia Attack Fuck. Pra, në qoftë se ne marrim pjesën nga më e pa rrezikshmja te rrezikshmja, strategjia EE është strategji e cila nuk ka të bëj fare me rrezikun. Pra, nuk kemi një rrezik në këtë strategji, duke e krahasuar me strategjinë Attack Fuck. Pse? Sepse strategjia EE nuk rrezikon saq rrezikon strategjia Attack Fuck. Strategjia Attack Fuck ishte ishte e fokusuar në komplet rrezikimin e përqindjes që profirmat na jepnin ne. Ndërsa strategjia EE është një strategji e cila është pro konsistencës dhe pro jetëgjatësisë të accountit, jetëgjatësisë të tregtimit tënd në një account vetëm. Dhe tani, pjesa ku do fokusohemi më shumë është çfarë. Vetëm një moment, po shkoj pak më poshtë. Çfarë përdor kjo strategji? Atëherë, kjo strategji përdor 2 pika kryesore. E para është supply demand, që është kryesorja, është motori i marketit. Pra, supply e demand është motori i marketit. Në qoftë se marketi vet lind nga supply dhe demand. Pra, komplet tregu lind sepse ka kërkesë dhe ka ofertë. Në qoftë se nuk do kish kërkesë, nuk do kishte treg. Në qoftë se nuk do kish ofertë, nuk do kishte treg. Pra, vet lindja e marketit, e çdo lloj marketi, jo vetëm e Forexit, për shembull, në qoftë se kemi për shembull, pse për shembull këtu nuk ka treg bananeje, po marrim parasysh prodhimin e bananes në Shqipëri. Sepse nuk ka banane, nuk ka ofertë. Prandaj nuk ka as kërkesë dhe nuk ka treg, nuk po marrim pjesën e importit. Pra, kështu funksionon çdo gjë. Dhe pjesa tjetër është e strukturës, e cila, kjo do funksionoj kështu. Supply demand do na jap ne, supply dhe demand do na japin ne një bies për çiftin, ndërsa struktura do na japi konfirmimin. Pra, është shumë e lehtë si gjë. Supply demand do na jap ne një bies për çiftin se ku mund shkoj, dhe struktura do na japi ne konfirmimin se ku do shkojë. Atëherë,
ju e dini shumë thjesht, mund të shikoni dhe videot më përpara që unë i kam shpjeguar të supply dhe demand, po pa marrë parasysh, vetëm një moment, nëse mundet po. Atëherë, supply demand nuk është gjë tjetër veç se disa i quajnë supply demand, disa i quajnë resistance, support, disa i quajnë ka disa emra të tjerë pa lidhje, po më e saktë është supply demand, sepse vetë aty qëndron tregu. Atëherë, që mos bëhem përsëritës, ju duhet të shikoni pjesën e supply dhe demand të videot më përpara që unë i kam shpjeguar. Një ndërto mund të jetë te pjesa e mëso Forex 2.0 që e kini do me thënë shumë të shpjeguar, shumë mirë të shpjeguar. Dhe kjo do jetë komplet fokusi jon, supply dhe demand. Pra, normal që supply është pjesa e rezistencës, si themi, dhe demand është pjesa e supportit. Dhe unë tani nuk do shpjegoj mekanizmin, sepse mekanizmin do e shpjegoj tek një video tjetër që do jetë e fokusuar vetëm për këtë gjë. Dhe për sa i përket strukturës, struktura do fokusohemi në dy struktura shumë të rëndësishme për mendimin tim. Struktura e parë do jetë, vetëm një moment, do me thënë, pjesa e strukturës e cila do na jap ne konfirmimin. Pra, fillimisht po vendos 1, po vendos 2, dhe për sa i përket strukturës, e para që mundet na jap, pra për pjesën e konfirmimit të një lëvizje bullish, do jetë struktura e cila është kështu. Një moment. Pra, lëvizja korrigjuese rënëse, e cila është një lëvizje që me pak fjalë na konfirmon ne që një lëvizje bullish mund të parapri pas kësaj lëvizje, pra mund të jetë kjo lëvizja këtu. Dhe e dyta, vetëm një moment, po e bëj përsëri kështu. E dyta për lëvizjen bullish është një lëvizje çfarë do, që mund të jetë për shembull një range i vogël, dhe pas atij range-i kemi vetëm një moment, kemi një strong bullish candle. Pra, kjo është tipike për të na treguar ne se blersa sapo kanë hyrë në market, kështu që pse mos hyjmë dhe ne. Po e bëj kështu. Pra, këto dy struktura do na ndihmojnë ne për të marrë konfirmimin për të hyrë në një tregti. Vetëm një moment. Tani, për sa i përket konfirmimit për një lëvizje, vetëm një moment, për një lëvizje bearish.
do jetë kështu. Lëvizje korrigjuese e rritëse dhe bum. Ne do kemi, do me thënë, do përdorim që të bëjmë entry, pra vetëm një moment, tek pjesa këtu ta bëjmë entrin by, pa e bëj këtë me kështu, dhe tek pjesa këtu ta bëjmë entrin cell. Kjo është e gjitha. Do me thënë, ideja është ta kapim këtë lëvizjen këtu. Edhe këtë lëvizjen këtu. E njëjta gjë edhe për këtë këtu. Pra, në qoftë se ne ngecim në një vend këtu, pra ngecim, nuk kemi dhe më pas vin një lëvizje e cila është do me thënë vin një qiri i cili është strong bearish, ne mund të kemi konfirmimin për një lëvizje short. Kështu që a nuk e bëj dot këtë këtu, vetëm një moment, ta bëj pak vizualisht të bukur që jam pak me rakli, pra dhe këtu duhet i kisha bërë të kundërtat, po ja se po e bëj tani. Dhe e kuqe do jetë kjo këtu. Pra, kemi supply-in këtu, kemi dhe demand këtu. Do me thënë, çfarë përdor kjo strategji e kuptuam më së qarti. Pra, strategjia përdor supply, përdor demand, përdor dhe dy modele për entry. Pra, janë dy për secilin skenar. Për skenarin buy, për skenarin sell. Atëherë, shkojmë te pjesa tjetër. Çfarë çifte përdor kjo strategji, ose tregton, çfarë mund të tregtojmë me këtë strategji. Atëherë, unë çiftet do i ndaja, vetëm një moment ta bëj, do i ndaja në dy deg. Dega e parë e cila është e rrezikshme, dega e dytë e cila është, si të them, shumë e lehtë dhe mjaft efikase. Dhe për sa i përket çifteve që unë i përdor që janë shumë të lehta me këtë strategji dhe normal win ratio e kanë akoma më të fortë, është euro CF dhe euro GBP, euro poundin. Këto të dyja kanë një lloj win rate shumë herë më të lartë se sa çiftet e tjera me këtë strategji. Dhe pjesa tjetër, këtu mund ta fusim euro USD, këtu mund të fusësh euro, AUD USD, mund të fusësh dhe NZD USD. Por, normal, këtu kemi rrezikun. Këtu, në qoftë se do tregtoni këto, do merrni përsipër dhe rrezikun e tregtimit të këtyre. Sepse nuk është aq
jo nuk është aq jo profitable, po mund të bjerë pre e manipulimeve që këto çifte, sidomos dy të parat, EURUSD dhe AUDUSD që bëjnë, kanë disa, do me thënë, kanë disa disa manipulime që mund të bëjnë në supply dhe demand, dhe kjo është diçka që mua nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen fare. Çfarë stop loss-i, risk to reward përdor kjo strategji? Sepse edhe këtë duhet ta kemi parasysh për pjesën teorike. Atëherë, vetëm një moment se tani në çiftet jeshile, që po e quaj, sepse është, do me thënë, është për pjesën e çifteve këtu, që nuk janë të rrezikshme, do përdorim, vetëm një moment, duhet ta bëj të zezë tani. Do përdorim një stop loss nga 15 pips zakonisht. Pra, zakonisht unë kaq përdor për këto çifte. 15 pips stop loss dhe risk rewardi, pra risk rewardi gjithmonë është 1-1. Është 1-1 dhe nuk kemi nga tresa, jo 2-1, jo 3-1, jo 30 pips stop loss-i, 70 pips take profit-i, jo, nuk kemi nga këto. Këto nuk i bëjmë këtu, te kjo strategji. Dhe në çiftet të cilat unë, t'ju them të drejtën, i kam tregtuar pak herë më përpara, po nuk i tregtoj më sepse kam rënë rehat me çiftet jeshile. Unë thjesht mund të përdorësh stop loss 20 pips për t'i dhënë pak hapësirë, sepse këto janë pak më shumë të paqëndrueshme. Dhe normal risk rewardi gjithmonë do jetë 1-1. Dhe me këtë video unë kam shpjeguar pjesën teorike të strategjisë, duke filluar nga çka ajo ne presim, do me thënë pjesën e fitimit që ne presim. Këtu do ishte mira ta shtonim dhe ishte mira ta shtonim dhe 2% që ne 100 mishës, që është tepër lartë si gjë. Pra, thjesht imagjinoni që jemi me një account 100 mish. Fitimi është tepër, do me thënë, tepër stabil për jetesën në Shqipëri. Do me thënë, dhe mos them rrogë që nuk merret, rrogë që mund ta marrin programuesat, inxhinierat mbase, po rrogë kështu të tjera nuk i afrohen. Dhe bëhet fjalë vetëm me një account, pra 2%, nuk po flas për më shumë, po flas vetëm për 2%, 2% në muaj. Nuk është, do me thënë, nuk është ndonjë shkencë e madhe. Dhe kjo ishte komplet ajo çfarë doja unë të tregoja për sa i përket videos të parë. Pjesën e fitimit që presim, pjesën e sa e rrezikshme është strategjia, çfarë përdor strategjia, që besoj e kuptuat dhe duhet ta kuptoni shumë mirë këtë, sepse në videon që do shpjegoj mekanizmin, do ta keni shumë të
duhet ta keni shumë parasysh çfarë çifte përdor kjo strategji, që janë çifte që i shpjegova, dhe çfarë stop loss-i, risk rewardi do përdorim. Po për sa i përket riskut në vetë, sa do përdorim në profirma në faza dhe në profirma në funded account, do jetë video më vete e shpjeguar. Kështu që video e radhës do jetë për sa i përket pjesës së si do e përdorim ne do me thënë si do e përdorim ne gjatë ditës këtë strategji, çfarë rregullat të tjera ka kjo strategji që ne ta përdorim gjatë ditës. Dhe do shihemi në videon e radhës për sa i përket kësaj gjëje.